Nëse e ki kliku këtë video, atëherë ky është mesazhi që bashkë ka gjetë ty në momentin e duhur, kur ti ke pas mas shumë të nevojë me ndigu këto fjalë. Dëgjoje videon deri në fund për me pa se çka duhet ty, një këshill, një mesazh që ti ki shumë të nevojshme për situatën edhe momentalisht gjendjen tane ku ti je. Qoftë ajo emocionale, shpirtnore, pa marrë parasysh se çfarë mesazhi merr, gjithmonë merre mesazhin që rezonon mas shumti me ty, edhe nëse nuk rezonon, atëherë vazhdo tutje. Po në qoftë se mesazhi rezonon me juve, atëherë lejeni një koment. Tash, merrni frym fill edhe vazhdojmë me leximin. Ky është një lexim kolektiv, të cilin unë besoj që ju duhet secilit kudo, në çfarëdo kohe, në çfarëdo vendi, me dëgju. Atëherë mundeni me pauzu pak videon edhe me u lidh me këtë energji. Vazhdojmë. Këto janë letrat. Momentalisht, kjo letër tregon se ti e mbyll pak brenda vetes, në brendësinë tane, edhe kjo nuk është keq, është diçka e mirë sepse ti po reflekton. Ndoshta të ka ndodhur diçka që të ka shqetësu pak, ose diçka që ti nuk e ke prit aq mirë, kështu që ti po pauzon pak, sikur je ndal pak edhe po shikon se çka po ndodh edhe çka ka ndodhur edhe çka mundet me ndodh. Kështu që në fakt është një letër shumë e mirë sepse ti po vjen aty fill brenda vetes me pa se nëse diçka nuk është të shku mirë, atëherë duhet mu përmirësu. Kjo letër pak a shumë lidhet shumë me letrën e parë, sepse po tregon se ti veç se je fut aty fill në energjinë tane brenda vetes, edhe po kjo situatë që ti je duhet e i kalu, që je momentalisht, është të t'nimu ty shumë që ti mu bo një verzion më i mirë. Në fakt, pa marrë parasysh se çka do që je të kalu, është për t'mirën tane, edhe është të t'ndihmu shumë. Edhe nëse për momentin nuk është të dok qashtu, është shumë e mirë për ty. E ka arsyen e vet. Zakonisht unë e përdori një shprehje që thon gjithçka ndodh me arsye. Edhe për ty e ka një arsye pse po ndodh ajo që po ndodh. Ju po bëheni më të vetëdijshëm për situatat që po ju ndodhin disa herë. E keni pa ka një herë ndoshta veten edhe ndalin edhe thoni e pse veç mu po ndodh qashtu, ose e pse po përsëritet e njëjta situatë, ose e njëjti person, e njëjta ngjarje, e njëjta rutinë, edhe ju po bëheni automatikisht më të vetëdijshëm për senet që po ju përsëriten. Kështu që ndoshta është koha për me bo një ndryshim. Pak a shumë edhe qysh thash në fillim, ju keni pauzu pak, kështu që po e vrej që keni shumë nevojë mu qetësu, si emocionalisht po ashtu edhe fizikisht, mu shëru, edhe mu kujdes për trupin edhe mendjen, mi largu mendimet negative edhe me mendu ma pozitiv, gjithashtu edhe me pushu, edhe me flejt në gjumë. Me flejt, me pushu. Ju po filloni me gjetë ritmin e juj, muzikën e juj, frekuencën e juj. Keni parasysh, edhe vet jeta është sikur muzikë. Kur ju jeni në ato energjinë e mirë, në atë energjinë e lumtur, edhe jeta ka më konë e lumtur, edhe njerëzit e tjerë që keni më taku, edhe situatat që keni më përballu kanë më konë më të lehta dhe më të mira. Ama kur ju jeni keq, edhe ju kur jeni non stop në stres edhe t'lodhun, edhe situatat e tjera kanë më konë pak a shumë të njëjta, sepse jeta gjithmonë ka m'ja pasqyru atë energjinë që ju e keni. Përderisa po flasim për energjinë, mundeni me shku te kanali jam i ri, Amadeus Energy,
edhe me shiku këtë videon që flet bashkë për energjinë. Edhe mundeni me marrë ndonjë informacion të ri. Bëjeni vetes në këtë moment një pyetje. Ndonjë pyetje pa marrë parasysh çka do të qoftë, edhe në fund të videos kam ja u jep unë përgjigjen. Edhe letra e fundit tregon që ti si person, si karakter, je shumë i qëndrueshëm, e ki një lloj force të brendshme, duron shumë. Edhe sidomos në këto situata që të kanë ndodhur, ose këto situatën e fundit që ti tash je, ti je të duru shumë, ti je të qëndru shumë në një energji, një karakter shumë të fortë, edhe kjo është të ndihmu ty që ti me pas atë fuqinë tënde të brendshme edhe me te i kalu çdo situatë cilën jeta ty ta jep. Këtu i kemi edhe disa letra që unë i kom zgjedhë si mesazhe të vogla për juve, të cilat janë: ti po shërohesh, trupi im po shërohet. Unë jam duke bërë gjithmonë më të mirën që mundem. Unë i lejoj organet e mia të relaksohen. Atëherë nëse e keni bo pyetjen, përgjigja juaj nuk e di pse ka dalë, ndoshta keni nevojë shumë me përdor kristalin amethyst, është një kristal shumë qetësues nëse jeni në një situatë stresuese. Po përgjigja e pyetjes juaj që e keni pas në mendje është: a duhet patjetër? A duhet patjetër moralizu, a duhet patjetër me ndodh ajo që ti po mendon, a duhet patjetër ... Kjo është përgjigja e pyetjes. Nëse ky lexim ka rezonu me juve, atëherë lëni një koment edhe shihemi në videon tjetër.